Krimi zgjedhor është një fenomen që është qetësues dhe neve na shqetëson si prokurori. Nuk është një fenomen që ne pajtohemi me të. Është një fenomen që nuk është krijuar brenda një viti apo brenda 2 vjetësh, ka një periudhë gjatë kohore. Ajo që duhet të kuptojmë është të vendosini dhe ju në rolin e jurist apo prokurorit që çështjet përfundojnë në akuza kur gjenden provat. Pa prova nuk mund të ngrihen as akuza dhe as mund të ngojnë çështjet. Unë nuk shoh një standard të dyfisht midis përfaqësuesve të njërës palë apo përfaqësuesve të palës tjetër. Pavarësisht se ju përmendët disa raste dhe nuk shoh lidhje të këtyre rasteve me reagimin e SPAK-ut për çështje zgjedhore. Por mendoj që ky është një perceptim. Është dhe politik, mund të jetë dhe me gjerë, por nga ana jonë e nuk nisemi me perceptime, nisemi nga atë që ka dosja. Dhe ju siguroj që nëse dosjet kanë provat e nevojshme, kushdo që të jetë, në secila anë të jetë, do mbaj përgjegjësi për atë veprim që ka kryer. Sa i përket temës së dytë që lidhet me një kërkesë që ne kemi paraqitur në parlament,